Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se në periudhën 16 prill deri më 19 maj, në Kosovë janë konfirmuar 17 raste të fruthit, kryesisht të pavaksinuar me vaksinën MMR kundër fruthit. E për situatën e vaksinimit në Gjakov, foli krye-infermierja vaksinimit në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Në komunën tonë, fatmirësisht nuk e kemi asnjë rast të me fruth, dhe kemi një numër të mirë të vaksinuarve, fëmijëve të vaksinuar me vaksinën kundër fruthit, jazmës dhe rubeollës. Është mirë që të vaksinohen të gjithë fëmijët, pasi që në nivel vendit ka shumë rastet nuk janë të shumta, po janë të rënda. Pas takimit që kemi pas në Prishtinë e SHPK, domethënë na është treguese të gjitha rastet janë duhet të trajtohen në QKUK. Ajo po ashtu tregoi edhe për mënyrën se si po tentojnë të arrijnë këtë qëllim. Kemi filluar dhe kartotekën që ta kontrollojmë sa kemi të pavaksinuar, edhe pse numri nuk është i madh, po kemi bërë planifikim të gjithë t'i thrasim në telefon dhe t'ju japim një paralajmërim për rastet e fruthit në Kosovë. E përfund e bëri edhe një lutje për prindërit. Ju bëj apel të gjithë prindërve sa më parë vinë ta marrin vaksinën, se është më mirë që ta vaksinojmë një fëmijë dhe ta mbrojmë prej fruthit. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës kanë thënë se janë duke vazhduar aktivitetet për rritjen e vaksinimit në të gjitha nivelet.